Kryeministri Edi Rama dhe kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha kanë thelluar bashkëpunimin mes tyre përmes një skenari të mirë organizuar politik, duke vënë kështu në kontroll total median publike. Pasi mazhoranca dhe opozita arritën një pakt të fshehtë, Këshilli i Ridrejtues i RTS-së u votua dje në parlament me emra që vijnë kryesisht nga rrethet e pushtetit dhe ndikimi i drejt për drejt politik. Kryetari i tij u zgjodh Fation Hoxhalli, një njeri i afërt i qeverisë me eksperiencë pranë Niko Peleshit dhe grupit parlamentar socialist. Ndërkohë që pjesa më e madhe e anëtarëve të rinj si Petrit Beci, Rajmonda Bulku, Osman Mula, Bujar Kapexhiu, Robert Budina, Enio Civici, Alket Braho, Lorenz Vangjeli, Pano Xhixho dhe Zamir Akita vinë nga rrethet e politikës duke e kthyer institucionin që duhet ishte i pavarur në një mekanizëm kontrolli të plot nga pushteti. Por burime të sigurta për Gazetën Sot konfirmojnë se gara për drejtorin e ri të RTS-së tashmë ka një fituese të paracaktuar, e cila është gazetarja Eni Vasili, e njohur për afërsinë e saj me Linda Ramën, bashkëshorten e kryeministrit. Skema është e qartë dhe u zbulua pas dorëheqjes së papritur të Iris Luarasit, e cila u largua pas sqarime nga gara, ndërkohë që Vasili hyri menjëherë si kandidate, duke shtruar rrugën për një emërim të dirigjuar nga lart. Mirëpo vendimi i Këshillit Drejtues për të anulluar skualifikimin e 8 kandidatëve, përfshirë edhe Vasilin, pas presioneve politike ka vulosur pazarin Rama Berisha për kapjen e RTS-së. Ky akt skandaloz tregon se pavarësia e medias publike është një farsë dhe se RTS është ndërruar një televizion partjak që do të transmetojë vetëm zëra të pushtetit. Këshilli i ri drejtues i RTS-së, konkretisht Fation Hoxhalli, 38 vjeç, me një përvojë pune prej gati një dekade si këshilltar i Niko Peleshit në detyrat e tij në ekzekutiv dhe grupin parlamentar të Partisë Socialiste, nga e hëna e dieshme do të jetë kryetari i Këshillit Drejtues të RTS-së, një institucion që ligjërisht duhet të jetë i pavarur nga politika. Bashkë me Hoxhallin, pjesa më e madhe e anëtarëve që u votuan të hënën pas një konsensusi politik mes mazhorancës dhe opozitës, vinë nga angazhime të drejtë për drejta ose të afërta me politikën. Në seancën plenare u votuan si anëtarët e rinj të këtij institucioni Petrit Beci, Rajmonda Bulku, Osman Mula, Bujar Kapexhiu, Robert Budina, Enio Civici, Alket Braho, Lorenz Vangjeli, Pano Xhixho dhe Zamir Akita. Kujtojmë se kriteret për të zgjedhur anëtar janë të hapura për çdo person që ka përvojë pune jo më pak se 10 vjet në fushat e medias në përgjithësi, teknologjisë së medias, artit, kulturës, ekonomisë, drejtësisë e tjerë, duke ndaluar kandidimin vetëm për anëtarë të partive dhe shoqatave politike dhe personat me konflikt interesi me detyrën. Reagimet. Ndërkohë, Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë reagoi duke shprehur zhgënjim për votimin në kuvend dhe cilësoi votimin mbi zotrim të interesave të ngushta partijake mbi interesin publik. Anëtarët e Komisionit Medias dhe më pas të Parlamentit i mohuan sot publikut mundësinë që RTS të jetë një institucion dinjitoz dhe i pandikuar politikisht, thuhet në deklaratën e kësaj organizate. Përveç Hoxhallit, në listën e anëtarëve ka edhe emra të tjerë me lidhje politike. Anëtarët e Këshillit u zgjodhën edhe zëdhënësi i zëvendës kryetarit të Parlamentit Blendi Çuçi, këshilltari i jashtëm i kryetares së Kuvendit Elisa Spiropali, ish zëvendës ministri i Bujqësisë i Partisë Socialiste, një anëtar i Këshillit Kombëtar të PD-s dhe një ish deputet e PD-s, thuhet në deklaratën e Asociacionit Gazetarëve të Shqipërisë. Procedurat për Këshillin e ri u hapën pasi Komisioni Parlamentar për Edukimin dhe Mediat vendosi të shkrijë Këshillin paraardhës, duke akuzuar për shkelje ligjore dhe konflikt interesi në procedurat e nisura për zgjedhjen e drejtorit të ri të RTS-së. Pas miratimit në kuvend, ky këshill do të zgjedhë drejtorin e ri të RTS-së, një vend i mbetur bosh që pas dorëheqjes së drejtorit më parshëm të RTS-së Alfred Peza, zgjedhja e cilit gjithashtu u kontestua për shkak të karrierës së tij të gjatë politike pranë Partisë Socialiste. Peza u përball me kritika për shkarkime masive nga punat gazetarëve dhe punonjësve të këtij institucioni gjatë një viti që mbajti detyrën. Transmetuesi publik është në teori një institucion politikisht i pavarur, por bordi drejtues zgjidhet nga parlamenti me një formulë ku dy partitë kryesore përzgjedhin kandidatët e tyre të preferuar.